Horoskopi ditor e Mërkur 4 shkurt 2026. Dashi, keni kaluar ditë intensive, pothuajse si një pistë me pengesa. Tani qielli kërkon vetëm një gjë nga ti, ngadalso për të kuptuar se ku po shkon vërtet. Në punë je jetur për shpjegim, por ki kujdes nga shpërthimet nervore, jo të gjithë mund ta mbajnë ritmin tënd. Në dashuri, ata që janë në një lidhje duhet të rilidhen, veçanërisht nëse ka patur keq kuptime së fundmi. Beqar, sharmi është shumë i lartë, por mos i nxitoni gjërat, energjia po shtohet, por fli më shumë. Demi, ju pret një qiell i frytshëm, veçanërisht për punën dhe projektet afatgjata. Yjet e shpërblejnë durimin, ajo që mbillni tani do t'jap fryte të konsiderueshme. Në dashuri keni nevojë për siguri, s'ka më gjysmë masa. Nëse një marrëdhënie nuk ju bind më, do ta dini qartë. Marrëdhëniet familjare po shkojnë mirë, po ndiheni më mirë fizikisht, por keni kujdes nga teprimi. Binjakët, kjo është një periudhë ngjeshur, pikërisht ashtu siç ju pëlqen. Idetë janë të shumta, në fakt keni bërë prej tyre shumë menjëherë. Rreziku është shpërdorimi i energjisë. Në punë bërin kontakte, telefonatat dhe propozimet. Vlerësojeni ato me kujdes. Në dashuri, dëshira për qetësi dhe gjallëri kthehet, por keni kujdes që të mos jeni shumë të pakapshëm. Beqarët janë të favorizuar, veçanërisht në mjedise të reja. Nervozizmi po zvoglohet, por mendja juaj është gjithmonë në garë. Merruni me sport. Gaforia, jeni në një fazë të riorganizimit të thellë emocional. Yjet flasin për vendime të rëndësishme, veçanërisht në marrëdhënie. Ata që kanë përjetuar zhgënjim tani duan të mbrojnë veten, por keni kujdes të mos e mbyllni zemrën. Përgjegjësia rritet në punë, ndiheni të vëzhguar, por jeni gati. Lajme të mira brenda pak ditësh. Energjia luhatet, dëgjoni trupin tuaj. Luani, qielli ju rikthen forcën dhe karizmën. Është koha juaj të dilni sërish në qendër të vëmendjes. Në punë do të merrni konfirmimin ose sfida të reja, pranojeni ato pa frikë. Në dashuri jeni pasionant, por edhe më kërkues se zakonisht. Shmangni dëshirën për të pasur gjithmonë të drejtë. Beqarët duhet të kenë takime të vështira. Jeni në formë të shkëlqyer fizike, por bëni kujdes nga stresi. Virgjëresha, është kohë mirë për të zgjidhur çështje praktike, dokumenta dhe punë. Qielli është serioz, kërkon angazhim, por premton rezultate. Në dashuri, jeni më të menduar, duhet të ndiheni të sigurt. Marrëdhëniet e forta po forcohen, ato të brishta duhet të sqarohen. Pak lodhje mendore, jepini vetes një pushim. Peshorja, jeni përsëri në qendër të vëmendjes pas një periudhe pasigurie. Yjet do t'ju ndihmojnë të rifitoni ekuilibrin, veçanërisht në marrëdhënie. Në punë, situatat e vjetra po zbulohen. Në dashuri, ekziston dëshira për romancë, por nevojitet edhe konkretësi. Nuk ka më shtyrje të vendimeve, takimet janë të favorizuara për ata që janë beqar. Shërimi mirë. Akrepi, dëshira për liri dhe lëvizjet kthehen. Është kjo një kohë zgjimi, veçanërisht mendërisht, e shkëlqyer për udhëtime, studime dhe projekte të reja. Sfida interesante ju presin në punë, por duhet besoni më shumë në veten tuaj. Në dashuri duhet të jeni afër, ata që ju kufizojnë janë shumë të ngushtë. Beqarët janë të favorizuar, energjia po rritet. Shigjetari, jeni i përqendruar dhe i vendosur, ju të flasin për rritje të përgjegjësisë, por edhe për njohje. Në punë mund të arrijë shumë, por kjo do të kushtoj përpjekje. Në dashuri, je më i rezervuar se zakonisht. Përpiqu t'u lësh vend emocioneve. Marrëdhëniet afatgjata po qëndrojnë, por ato duhet të ushqehen. Kujdesu për shpinën dhe tensionin tënd. Bricjapi, është një kohë ndryshimi, diçka po evulon brenda jush dhe nuk mund ta injoroni më. Revolucioni personal ju pret. Ide të reja në punë, por jo të gjithë ju kuptojnë. Jini të duruar. Në dashuri, dëshironi autenticitet. S'ka më marrëdhënie që nuk ju përfaqësojnë. Beqarët janë gati për takime të pazakonta. Energjia është e mirë, por e barabartë. Ujori, jeni më të ndjeshëm se zakonisht, por edhe më intuitiv. Yjet do t'ju udhëzojnë nëse dini të dëgjoni. Kjo është një kohë rilindje emocionale. Qartësia dhe kufit janë të nevojshëm në punë. Mos i bëni të gjitha vetë. Ëmbëlsia kthehet në dashuri, një kohë e shkëlqyer për ata që kërkojnë të ndërtojnë ose riparojnë një marrëdhënie. Je në formë të mirë, por kujdesu për humorin tënd. Peshqit,
Jeni në një fazë të riorganizimit të thellë emocional, yjet flasin për vendime të rëndësishme, veçanërisht në marrëdhënie. Ata që kanë përjetuar zhgënjim tani duan të mbrojnë veten, por keni kujdes që të mos e mbyllni zemrën. Përgjegjësia rritet në punë, ndiheni të vëzhguar, por jeni gati. Lajme të mira brenda pak javësh, energjia luhatet, dëgjoni trupin tuaj.